Vetëm nëse pini një pije të gazuara në ditë, çfarë ndodh me trupin tuaj? Do befasoheni. I kemi kaq pranë vetes, në tryezat familjare, në organizime të ndryshme festash, kudo, dhe më kot nuk themi se duhet të evitojmë konsumin e tyre. Ne mos i konsumojmë për ditë, të paktën i kemi provuar shpeshherë edhe për të shuar etjen, por flasim për pijet e gazuara të cilat po etiketohen ndryshe si kërcënimi serioz për shëndetin e njeriut. Sipas Daily Mail, në një studim të kryer kohët e fundit rezulton që konsumi një pije të gazuar në ditë rrit riskun e sëmundjeve nga probleme të ndryshme. Këshilli i Sëmundjeve të Viktorias në Universitetin e Melbourne studioi dhe analizoi 3.000 raste me 11 lloje të ndryshme të problemeve në arkun kohor të 10 viteve. Ekspertët cituan se pijet energjike, ato me sheqer dhe alkolike, janë të dëmshme për organizmin dhe bëni mirë t'i evitoni ato nga dieta juaj.